Nderuar vëllezër besimtar, xhamatli të respektuar, tema e hutbes së sotit ka të bëjë rreth padrejtësive të cilat janë shfaq më të madhe në media edhe në rrjetet sociale që po I bëhen gjinies femërore apo grave tek ne. Të mushet mendja nganjëherë sikurse në shoqëria e jon është e mbushur për plot padrejtësi, për plot dhunë, rrahje, thymje të eshnave, po ka ardhur edhe deri tek likuidimi fizik I disa grave kohëve të fundit. Kjo tregon vëllazër se është një alarm jo I mirë për shoqërinë tonë dhe ne si popull shqiptar dalmi para popujve të tjerë sikur se kemi ardhur këtë dunja me ra gra, po edhe mi maltretu gratë, kemi ardhur këtë botë si me qenë hasmë të grave. Kjo vëllazër nuk qëndron dhe nuk është e vërtet se edhe fetarisht, po edhe kombëtarisht gjithmonë kemi qenë njerëz, kemi qenë burra, kemi pas gjysh stërgjish baballar, të cilëve ju ka pas hije edhe fjala, edhe qëndrimi, edhe ulja, po edhe marrëdhëniet ndërfamiljare kanë qenë shumë më komode dhe më të suksesshme se sa që janë sot në kohën tonë. Andaj vëllazër, ne duhet gjithmonë ta trajtojmë gratë tona, vajzat tona, nuset tona, rejat tona, ashtu qysh e trajtojmë vetveten tonë, ashtu qysh e trajtojmë shpirtin tonë, ashtu qysh e trajtojmë trupin tonë, egon tonë, nefsin tonë, ashtu thot duhet të trajtojmë edhe palën tjetër e sidomos gjinien femrore, nga se Allah tha në Kur'an: Ja eyyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahide. Tha keni frikë Allahun, tha se jeni të krijuar tha nga një person. Do thot nga Ademi alayhis salam, edhe ne si burra, edhe gratë si gra, do thot e kemi nga një qenje, nga një person I cili Allahu xhaleshanu e ka bërë të mundshme në atë formë edhe në atë mënyrë. Vëllezër besimtar, për me kuptu pak më afër, kam sjell një shembull në kohën e pejgamberit alayhis salam, se familjet sa do të jenë shembull, model, edhe të jenë përparimtare, edhe të jenë kulmin edhe të dijes, edhe të punës, edhe të sjelljeve, këto janë çështje vëllazër që jemi në këtë botë edhe ndodhin, kanë me ndodh, mirë po qysh I trajtojmë ne nuk është rrugë e drejtë edhe e mirë. Qysh sillemi ne me gratë tona, me bashkëshortet tona, me fëmijët tonë, me vajzat tona, kjo se si ne sillemi edhe si trajtojmë, forma është paksa jo e mirë, është paksa e egër, formë e cila ne hup edhe imazhin fetarisht, po edhe në aspektin kombëtar edhe familjar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam da Ebu Bekr wastahdarahu Aisha. Kishte një lloj mospajtimi me gruan e vet Aishën, radiallahu anha. Kush? Pejgamberi alayhis salam, që ne s'mund t'i ofromi as qëndrimeve të tij, as fjalëve të tij, po do të thotë se janë të gjona që janë njerëzore, janë të natyrshme, ke kush ke ndodhin. Dhe e thirri Dea Ebu Bekr, e thirri babën e Aishës, thot hajde thot merru vesh thot me vajzën tone, thot edhe në një aspekt të ulën pak tensione çfarë kemi me bashkëshorten e vet Aishën radiallahu anha. Atëherë kur erdh Ebu Bekri, e niti një fjalë t'i thonë Aisha pejgamberit alayhis salam: inneke taqul wa inneke nabi, thot ti edhe pejgamber, edhe po mi thu këtë fjalë, apo mi ke thonë këtë fjalë. Sukur I thot që s'ka hije mi thonë ti mu këtë fjalë. Ebu Bekri, baba I vajzës, kur e dëgjej pejgamberin alayhis salam, kur e dëgjej Aishën që ja tha të fjalë pejgamberit, pa një pa dy ja dha një shuplak. Me njëherë, vajzës vet, në shtëpijen e vet, për me edukue, për me ul tensionin,
për me largu mos pajtimet edhe ndaj kujt, ndaj pejgamberit alayhis salam. Ama pejgamberi alayhis salam u prek shumë. Tha, me ja Abu Bekr, ndal Abu Bekr, ma da'awnaka li hadha. Tha, ne kemi thirrë ti tha për këtë punë, për këtë shuplak, ose për këtë dhunë, ose për këtë qërtim. Tha, ne kemi thirrë li tuslih bejnena, për me na pajtu neve, për me na ullë tensionet, për me na ofrue, për me na rujt familjen, për me ecë punë të marrë drejt edhe mirë. Tha, ne kemi thirrë tha për këtë punë. Do të pejgamberi alayhis salam nuk ishte ai i cili ja dha një mesazh të madh edhe njerëzimit edhe këtë se gruaja nuk gëzon të rahet. Gruaja nuk duhet me mshu shuplak. E mas kështë ala khaddiha në ftyrën e saj. Ftyra është gjithçka, ftyra është dora, ftyra është komba, ftyra është trupi, ftyra gjithçka simbolizon të njeri. Nëse mshon ftyrë i ke mshun çdo pjesë trupit, ai ke mshun veshk, ai ke mshun zemër, ai ke mshun mushkni, kur ti mshesh ftyrën njerit, i ke mshun gjithkon. Andaj pejgamberi selam tha nuk të kemi thirrë tha ti për këtë punë, tha po të kemi thirrë për me na pajtue. Pra, tek ne, po dhe gjithkon, pajtimi duhet me zonë vend shtëpitona vllazër. Pajtimi duhet më konë baza jonë. Pajtimi duhet më konë ajo që e mban familjen edhe e ruan familjen e jo dhuna për dhe të mjetet në rrjetet sociale, e rahi grujen, u arrestu, u ndan, u internun, ja morën fëmijët, e largun për familjes. Vllazër, këto janë gjona shumë të neveritshme në shoqëri. Këto janë gjona shumë shkatërruese. Këto janë mesazhe, kjo shoqëri ka ankth, ka tension, ka frikë ekonomike, ka frikë papunësisë, ka frikë familjare, gjithçka i ka. Edhe këto kur t'ja ngarkojnë, ju do këtë ki vend sukur me jetue në një humner apo në një varr. E këtë e bëjnë propagandat vllazër. Media tona, cilët gjithçka mundohen me qitë, gjithçka, a nuk e mendojnë se janë të veprue kundër popullit, janë të veprue kundër familjes, janë të veprue kundër shoqërisë, se shoqëria nuk vedisohet me dhunë, shoqëria vedisohet me edukim, me dije, me mësim, me shkollim, me lexim, me shletim të libra, që ajo është shoqëri, amo me media, këto janë vetëm me ngrit tensione edhe gjona të ulta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë shkoi për ta vizitu vajzën e vet. Tash një rast krejtësisht tjetër tek vajza e vet. Ne e dim vllazër se kur ta martësh djalin, nusja në shtëpi është në vend vajzës. Kur ta martësh djalin, nusën që e ke marrë nga jashtë, ajo është në vend vajzës, ose në vend të motrës. Dhe ti mo nuk e trajton si e ardhur, po e trajton si vendase, e trajton si pjesë e familjes. Po edhe ajo me kalimin e kohës ambientohet, përshtatet, i nënshtrohet rregullat familjes, po jo me dhunë, jo me të piskatme, jo me drunë. Pejgamberi alayhis salam, kur ka shku një familje dhe ka pyet, thot vajzën ma ka kërku filani. Thot, emma Muavije fesalukun la malele. Wa emma Ebu Gjehëm darrabulin nisa. Tha, i pari thonë shumë i varfër, a i sënët e majt vjetën, e sënë e mas grujen. I dyti, tha, ki është darrabulin nisa, tha, ki i rej gratë shumë. Nuk e hek shkopin prej dore. Edhe sikur se pejgamberi selam i tha mos ja jep. Unë po të regoj çfarë personi është. Mirë po, ti e vendos, a jep vajzën tona nuk jep. E kur të na dale, për shembull këtë gjona në shoqërinë tonë, ne dalmi shoqëri vllazër e dhunshme, shoqëri e padrejtë. Dhe shkoj tash me vizitu vajzën e vet Fatimën në mesditës. Më njëherë, sukur mas të faljes xumos, në botën arabe, në botën islame, është temperaturat larta, e kanë nga një orë me fjetë. Pushojnë vllazër ata. Ka i lule i thot asaj kohës, edhe shkon pejgamberi selam tek Fatimja, edhe e gjen vetë, as kishëra me fjetë, me pushue, edhe burri saj, Hazreti Alija, nuk ishte prezent, edhe po i thot, ejne Ali, tha, ko është Alija?
dhondre, tha, lem jekil ma'i, tha, sot nuk ka neta me pushue me mund këto. Po ko është Aliju, dhondre, tha, sare bejni o bejne u shejen, tha, ga dhabani. Tha, patëm pak mos marveshje, mes mi edhe ati, më hidhroj mua edhe ai dul për shtëpije. Edhe pejgamberi alayhis salam dul, nuk e pyeti më larg, edhe dul edhe pe lip dhondrën. Kur shkoj e gjeti te xhamia, afër një muri, ish kanë pluhuros, tu fjetaj aty në tu pushue, pjesa e për me rrida, i thënë arab, i kishte ra, ishte bo këtë i pluhurost, pejgamberi alayhis salam pe thot, shkoj, ja fshini pluhurin dhondrët. Ja fshini pluhurin që kishte rana për shpinë, edhe pe thot, kum ja Ebu Turab? Tha, ngrito oti që kanë e bo këtë pluhën. Ngrito. Edhe e mora Alin radiallahu anhu, edhe shkoj të shtëpia, vazhdoj jeta, edhe nuk ndodhe kur gjon. U afrun, tash, pse u afrun? Pika e parë vajzat, çka i tha pejgamberi alayhis salam? I tha, ka ndodhur diçka mes mi edhe atij. As nuk i tha që më ka mshu, as nuk i tha që më ka ofendu, as nuk i tha që më ka shajt, as nuk i tha që më ka ra, apo diçka tjetër, ta ka ndodhur diçka. Edhe pejgamberi selam është shumë i vetëdijshëm, se çdo kush që kalon një jetë familjare, 10 vjeçare, 15 vjeçare, me gruan, është shumë e mundshme edhe i lehtë me pas mosmarrveshje, me pas konflikte, me pas mospajtime, ato janë shumë normale. Edhe pejgamberi selam nuk e pyetin detale. Po edhe Fatimja, e cila ishte vajza e pejgamberit alayhis salam, po që ishte në shtëpinë e huaj, nuk i dha detale pejgamberit alayhis salam, se nuk deshti me shpalos sekretet e familjes. Po edhe pejgamberi nuk e pyeti pse, me mbet ajo dashnia e moçme çfarë ka edhe ndaj dhondrit, po edhe dhondri me vajzën me mbet, do të thotë me atë dashninë e moçme, me atë mirëkuptimin e hershëm. Këto janë mesazhe shumë të mëdha vëllazër, që ne duhet me pas shumë kujdes, as mos t'i lasdrojmë vajzat tona, se nesër kanë më bën reja të dikujt, po edhe kur t'na vinë vajzat e tjerëve në shtëpitë tona, ti trajtojmë ashtu qysh e trajtojmë vajzën tonë, edhe në dashuri, edhe në respekt, edhe në mirëqenje, edhe në veshmbathje, gjithçka ti trajtojmë sikur me qenë tona. Ne dim vëllazër në shembull të mjekësisë se përfundojmë. Njeriu nuk i funksionon veshka, bubreki. Edhe pe merr një bubrek dikujt këtësisht tjetër. Edhe pe fut në trupin e vet. Ajo është një element i huaj. Ajo është një copës e huaj. Edhe pe fut në organizmin e në trupin e vet. Edhe çaj bubrek po funksionon mirë, po funksionon drejt, pe manjet edhe pe vazhdon edhe me vite jetën e pombetet i gjallë personi me bubrekin e huaj. Me veshken e huaj. Do të thotë pse? Se i adaptohet edhe i përshtatet organizmit. Edhe ne vëllazër, Allah xhaleshano ne ka dhënë formën edhe mënyrën e përshtatjes. Edhe vajzat tona kur shkojnë deri të huaj, duhet përshtaten, po edhe nëse që ti mormi tek ne, duhet përshtaten se është cilësia e përshtatshmërisë e mbjellur në shpirt edhe në zemër, edhe mund familja të e ruan edhe dashurien, po të ruan edhe respektin, mirë që të vazhdon sa ma gjallë dhe sa ma mirë. Sadakallahu al-azim, wa sadaka rasulun al-karim, wa nahnu min ash-shahidin. A'udhu billahi min